me votu një kryetar të kuvendit nga vetëvendosja për kuptuar që ju Albulina Haxhiun, sepse i duhet që kjo çbllokim. Sepse momentit që zgjedhet kryetari i kuvendit dhe kryesia e kuvendit hym në afate ligjore ku janë të matshme, mbas janë të shkurta. Po pajtoheni, duhet 15 ditë do shopi Peshiçeri. Kundërshtorëve rivalëve politik, ish opozitës, po ju duhet me zhblloku, me ecë po. Po, Albini o kolegë s'po don, nuk po i duhet Albinit. Ju qitu s'pe analizoni atje. Albini ka kohën e dyja sepse është në pole position. Apo mund me bëj gol. Ja, nuk është të bëj gol, është ja zbut pak kërkesat e parësyeshme. Ti mendon që në shtet bëhet hajgora, apo? Ti po mendon ashtu. Po ti tha kohën e botës. Jo, unë e di zoti dënoi që unë e di që shqiptarët e kanë kohën e botës, prandaj jemi ku jemi, me kombi më i bonu në botë. Zoti Shala, si kur të kishin qenë, sa ajo është taku me një serb, është taku, madje edhe publikisht edhe u takua me këtë. Si kur të kishin pas kërkesa ma normale ata zotri, 3 votat e nismës prej fillimit u dije që ishin, sot ishte kry edhe kuvendi, ishte konstituu, edhe kështu pas qeveri. Çka s'është normale dëno? Jo, dëgjoj. Te kërkesat e tyne. Po kërkesat janë po ky si jep, sepse ka marrë. Po çka s'është normale, si po kërkesa normale. 48 deputet i ka marrë. Po çka s'është normale? 48 deputet e saj me 3 deputet, Këshyrm Jakob gjysmën e qeverisë, atëherë fal po diçka nuk shkon. Edhe krejt me të drejtë, zoti Kurti mundet më na zgjedhë me thon qytetarëve, unë nuk jam si ata të tjerë. Për shkak se sa me ata të tjerë pikërisht votuar shumë. Orrit na një fitilin. Në zgjedhjet qershorit. Mund e zoti Kurti më na çon zgjedhje. Duhet prap konsenzus me partitë opozitore më na çon zgjedhje, sepse presidenti ja vendos zotni. Nuk mund e zoti Kurti me bëj çfarë do të Okej, s'kemi më kohë. Kallzoni popullit të Kosovës që zoti Kurti s'mund me bëj çfarë don këtë vend. S'kemi kohë, po do t'i adresojmë edhe këtë çështje. Se keni mësuar alo. E do t'i adresojmë edhe çështjen e zgjedhjeve. Muzafer Avdyli, shikuesi i parë që bën pyetje, do të përshëndetë kushtrimit edhe të nderuar panelist. Ju përshëndet gjithëve. Përshëndetje. Një pyetje për zotin Kryeziu, thotë deri në sa seancë duhet të dështoj kuvendi